kesh menaxhim, nëse mund të them, zinxhiror që ka quar deri në këtë situatë? E vërteta është që asnjë nga problemet, ose jo asnjë nga problemet, për shumica dërmuese problemeve me cilat përballen komunat, nuk janë prodhuar nga vetë komunat. Janë prodhuar nga vendimet, ligjet e nivelit qendror, përkatësisht qeverisë Kosovës. Për qenë sinqert dhe konkret, pjesa dërmuese këtyre vendimeve ligje nuk janë nxjerrur nga qeveria Kurti. Janë nxjerrur nga qeveritë paraprake. Veçmas komunat është duke rënduar kontrata kolektive në fushën e arsimit dhe në shëndetësisë. Kontrata kolektive në fushën e shëndetësisë është lidhur në vitin 2015. Në fushën e arsimit është lidhur në vitin 2017 dhe pastaj është lidhur edhe në vitin 2019. Në të dy këto raste, në të dy këto kontrata, janë prodhuar obligime për nivelin lokal, pa u konsultuar niveli lokal, madje as pa u informuar niveli lokal, mirë po obligimit ju kanë mbartur nivelit lokal, sepse kontrata kolektive ka thënë që të gjithë mësimdhënësit të cilët kanë nga 10 vjetë përvojë punë në fushën e arsimit, ju takojnë 3 paga shtesë. Kjo është njëra për obligimeve që ka dalë nga kontrata kolektive. Të gjithë mësimdhënësit të cilët pensionohen, ju takojnë 3 paga jubilare dhe 3 paga suplementare. Kështu ka thënë kontrata kolektive. Po ashtu, si pas kontratës kolektive, shteti duhet të marrë obligimet për të mbuluar edhe shujtën, edhe transportin, edhe inflacionin. Dhe të gjitha këto obligime ju kanë bartur në nivel lokal, sepse kontrata mes mësimdhënësve është lidhur me komunat. Pra, mësimdhënësi lidh kontratën me komunat. E rrjedhimisht nga kjo, obligimet financiare i bartë komuna. Këtë rastin e mësimdhënësve. Por e njëjta ka ndodhur edhe në fushën e shëndetësisë tek sektori përkatësisht niveli primar i shëndetësisë. O, dhe që këmë fëtë?